Punimet për realizimin e projektit madhor për Vlorën Lungomare 3 këtë pranver po avancojnë me ritme të kënaqshme, duke marrë në konsiderat nivelin e punës që kryhet çdo ditë në këtë kantier ndërtimi, duke e krahasuar me ritmet e mëparshme të punës, vihet re ndryshimi, duke filluar prej fillimit të këtij viti, prej muajit janar, por kryesisht përgjatë muajve mars dhe prill, punimet kanë avancuar edhe më tepër duke u futur tashmë në një fazë të rëndësishme të këtij projekti. Projekti madhor për Vlorën, ky i cili dita ditës po merr formë duke të dhënë edhe imazhin e projektit final se si do të jetë në shëtitoren e Vlorës, duke filluar nga zona e ujit të ftohtë deri në Orikum, ka nisur vendosja e ndriçimit rrugor, pas krijimit të hapësirës se ku do të kalojnë këmbësorët. Në pjesën anësore të saj ka nisur vendosja e shtyllave ndriçuese. 10 shtylla ndriçuese janë vendosur deri tani në pjesën fillestare të këtij projekti, duke nisur nga tuneli në ujin e ftohtë dhe deri tek zona e Kalas. Aty po vendosen shtylla ndriçuese të cilat garantojnë ndriçimin e ri LED, bashkohor dhe modern, që do të ketë kjo shëtitore. Modeli që është zgjedhur për të vendosur aty është i ndryshëm nga segmentet të tjera rrugore në qytet. Ngjyrë zezë në lartësi të konsiderueshme dhe vetëm me një dritë në qendër tepër të fuqishme dhe me ndriçim LED, është modeli i zgjedhur i cili do të vazhdojë të vendoset në ditët në vijim në të gjithë segmenti rrugor. Njëkohësisht në këtë rrugë po vazhdon puna dhe për asfaltimin e saj. Këtë të shtunë punimet janë ndërprer për shkak të ditës me reshje shiu, por përgjatë ditëve që kur ka nisur e deri më tani, kanë avancuar së tepërmi duke u asfaltuar disa kilometra nga rreth 25 që janë në total. Sipas informacioneve, rruga e shëtitores Lungomare 3 do të jetë gati e asfaltuar brenda datës 10 maj, madje deri në atë datë, aty do të realizohet edhe vijëzimi, teksa do të vendoset në të gjithë gjatësinë e saj edhe ndriçimi rrugor. Një nxitim të punës për shkak se në 11 maj do të zhvillohet Giro d'Italia dhe ky segment do të jetë gati për eventin madhor, më të rëndësishëm sportiv, ku sigurisht që do të jetë pjesë e këtij eventi, si një prej rrugëve më piktoreske që tregon rivjerën e bukur të qytetit të Vlorës.